Me rastin e fillimit të punimeve për ndërtimin e rreth rrotullimit në udhkryqin ndërmjet rrugës Ekrem Rexha dhe rrugës Ramadan Bush, ashtu siç ishte paralajmëruar kohë më parë, drejtori i shërbimeve publike Qelamaj, ai tha me këtë rast se ky rreth rrotullim është projektuar me qëllim të rritjes së sigurisë në komunikacion, lehtësimit të qarkullimit dhe organizimit më efikas të trafikut në këtë zonë. Drejtoria e shërbimeve publike para 2 vitesh ka miratu edhe një projekt e mobilitetit urban, i cili projekt na ka rezultu që rreth rrotullimi të Bellona është shumë i ngarkuar. Kështu që ne me kemë mendu që një rreth rrotullim tjetër, në këtë rast, në rrugën Tirana, që lidh me rrugën Ramadan Bush, e cila rrugë të orienton drejt lagjës së Bajramcurit, mendoj që ne mos të dukshme do të shkarkoj komunikacionin në këtë aks rrugor, i cili për shkak të 2 qendrave tregtare ka një ngarkesë pak më të madhe se sa që të vazhdoj lirshëm komunikacioni. Drejtori Lama i tha më tej se ndërtimi i këtij rreth rrotullimi ka për qëllim të ndihmojë në shkarkimin e rreth rrotullimit ekzistues të Ish Bellona, duke ofruar një rrjedh alternative për qarkullimin e automjeteve dhe duke reduktuar ngarkesën atë pikë të rënduar të komunikacionit. Në bazë studimit projektit mobilitetit urban, të gjitha rreth rrotullimet që ngarkohen dikun afërsisht 80% gjatë lëvizjes në komunikacion janë rreth rrotullime funksionale. Këtë rast, i vetmi rreth rrotullim i cili nuk na ka gallxu rezultat pozitiv është Bellona, që e dim që për shkak një infrastrukturës të ndërtuar, qysh më herët nuk kena pas mundësi të bëjmë një rreth rrotullim në përmasa më të mëdha apo në standardet e kërkuara, edhe ai na ka rezultuar që është i ngarkuar diku 120%. Me këtë rreth rrotullimin tjetër, i cili veç kanë fillu punimet, në rrugën Tirana besojmë që ai 40% atje do ta shkarkoj këtë dhe do të normalizohet. Po gjithmonë ju them që është ngarkesë, sidomos gjatë vikendeve, 2 qendra tregtare edhe vërshimi i turizmit në komunën e Prizrenit e shkakton këtë llovi, po njëkohësisht është mirë kur na vinë njerëz këtu që një pjesë edhe të buxhetit tyre familjar, domethënë e lanë këtu nëpër bizneset e Prizrenit. Ai tha në fund se përkundër vështirësive dhe në mungesë të mbështetjes nga institucionet qendrore, jemi duke u përpjekur maksimalisht që të mundësojmë qarkullimin më të lehtë të automjeteve në komunikacion. Për shkak të zhvillimit të hofshëm të qytetit dhe një turizmi i cili përveç turizmit vendor edhe një turizëm tjetër cili e ka vërshu qytetin tonë këto 2-3 vitet e fundit, ne mendojmë që ky komunikacion në teritorin e komunës Prizrenit funksionon më mirë se në çdo qytet tjetër të Republikës së Kosovës. Nëse ne mendojmë që pritja në një kolon 5 minutë, 10 minutë është nuk është ka funksionon mirë komunikacioni, atëherë jena të gabuar edhe në metropolet më të mëdha të Evropës mund të shihni që ne tash gjithë jena ata të cilët kena mujt me vizitu qendra të mëdha të Evropës, që ka të llovi dhe është problem global i komunikacionit dhe zhvillimit të infrastrukturës rrugore. Ne e dim që Prizreni është me këtë infrastrukturë që e ka, drejtoria e shërbimeve publike çdo ditë mendon edhe për rrugë tjera alternative, cilën një projekt i cili do të na shkarkojë këtë qytetin, ndoshta në një mos. Edhe më të kënaqshme është edhe rruga tranzitore, prej aty ku është largu shtëpia në tranzit, ne vetëm e kemi projektin i cili na lidh me rrugën i cila na dërgon në drejtim të Vërmicës, që mendojmë që një projekt i tillë do të na lehtësojë këtë zhvillim të komunikacionit. Është një kosto e madhe, është një kosto shumë e madhe për komunën e Prizrenit. Presim reagimin e autoriteteve qeveritare të Republikës Kosovës që të na rimbursoj projekte të cilat kapin vlera milionëshe, që po thamë është ngarkesë e madhe që me buxhetin e komunës së Prizrenit projektet e tilla vështirë janë të realizueshme.
ndryshe me qëllim të lehtësimit të qarkullimit dhe mbarvajtjes së punimeve. Apelohet tek qytetarët që t'i shmangin përkohësisht lëvizjet me automjetet e tyre në këtë aks rrugor.